Komisioni Evropian ka marrë garanci nga qeveria shqiptare se projekti i Zvërnecit nuk do të cënojë mjedisin, por gjithçka do të kryhet në përputhje me legjislacionin e Unionit. Kryeministri Edi Rama postoi në Facebook reagimin e komisioneres për zgjerimin e BE-s Marta Kos, e cila u shpreh se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet shqiptare. Kemi marrë garanci nga qeveria e Shqipërisë se do të kryhet një vlerësim i plotë i ndikimit në mjedis dhe se do të respektohen standardet europiane mjedisore. Kos rikujtoi se vendi ynë ka ende punë për të bërë sa i përket kapitullit 27, që lidhet me mjedisin. Ky kapitull është i hapur dhe para se të mbyllet, situata do të duhet të sqarohet plotësisht. Roli ynë do të jetë të verifikojmë nëse standardet janë përmbushur. Lidhur me protestat, komisionerja për zgjerimin u shpreh se është një e drejtë europiane, nga e cila nuk sheh asgjë të gabuar. Kjo ofron garancinë më të fortë që natyra dhe mjedisi i Shqipërisë do të mbrohen në përputhje me standardet europiane. Sa i përket protestave, dua të shtoj se e dini sa e rëndësishme është për ne drejta për të protestuar. Ajo është një nga të drejtat themelore në Bashkimin Evropian dhe për të gjitha vendet aspirante. Jam e lumtur të shoh që kjo e drejtë respektohet në Shqipëri. Prej më shumë se 2 javësh në kryeqytet po mbahen protesta, të cilat nisën për kundërshtimin e projektit të Zvërnecit, por qytetarët kërkojnë tashmë edhe largimin e kryeministrit Edi Rama.